Për saktën që shka kam kaluar një jetën teme, kjo është shka shumë e veçantë për mu. Oh, nej! Ju jeni normal? Vildane, jeni yll. Për saktën që shka kam kaluar një jetën teme, kjo është shka shumë e veçantë për mu. Jam pa fjallë. Nuk e kam pritur. Ju falenderoj nga zemra. Oh my god. Një çak. U bën mbi 30 vjet që jam mjek dhe u bën mbi 15 vjet tashmë që kam themeluar dhe drejtoj Kate-in. Dhe nuk kam njohur asnjëherë një paciente si kjo vajza që jemi këtu, e cila do të na tregoj historinë e saj, që nis në Kumanov të Maqedonisë, do të na tregoj jetën, sakrificat, problemet me depresionin dhe shëndetin mendor, do të na tregoj se si u ngrit edhe një herë nga ai mallkim i keq që është depresioni, dhe i tregoj vetes së saj dhe të gjithë ne të tjerëve që edhe Jonata e errët që duket e përjetshme përfundon një ditë sepse lind gjithmonë dielli. Kemi këtu Vildane Baqaj dhe jam shumë i lumtur që të kam njohur. Jam shumë i lumtur që të kam në KitCastin tim dhe them me zemër që ti je paciente më e mirë, më e ëmbël, më e dashur me të gjithë që kemi patur ndonjëherë. Kemi bërë mbi 22.000 operacione dhe ti je ajo paciente që je ndryshe nga të gjithë të tjerat. Ç'është foljon e tash? Ktheu këtej tani. Tani do të shpjegoj ca gjëra këtu sepse këtu jemi në sallë operacione dhe ty të kemi veshur me uniformat tona dhe sa herë që të mërzitesh për ndonjë diçka, kap atë protezën tënde aty, është protezë gjoksi, merri çik në dorë tani, edhe luaj me të, kështu, e ke antistres dhe për të freskuar, për të pirë kemi këto lëngjët e fundave, kështu që mbush atë kanaçen tënde aty, mbush edhe ti. 3 janë të tuat e 3 janë të mijat. Është lëng frutash, i freskët. Atë langin që pisha në mëngjes. Po, atë langin që i pisha në mëngjes. Të knaq. Dhe kam... O, zë. Dhe këto janë kanaçe, apo ku dion se mund t'i quajmë këto, sallë e operacioni, janë inox, steril fare, gëzuar, mirë se na erdhe. Faleminderit shumë. Vildan, nga të kemi? Une... Pjani se ka dole. Unë kam lindur në Kumanov, amo jam rritur në Zvicër, të më thoni kam 33 vjeç. Ke lindur në 92-shin atë? Po, në 92-shin kam lindur. Fëmija jam ka qenë e lumtur sa e mbaj mend, mama i babi gjithmonë kanë jep gjithçka për ne. Kur ke ikur në Zvicër? Do më thonë në 2 muaj besoj. 2 muaj ke qenë e vogël, pra prindërit të morën edhe të çuan në Zvicër 2 muaj. Po, mami sa mbaj mend sa e di ka këti me një darë, se ma shka ka qenë në nesit, unë e kam lindë me gjes. Që një ditë para ma ka qenë në dasë me... Isha pak ma herët se me lindje, ajo ka menduar të këtëj, edhe unë nesë me në gjes kam lindur në shtëpi. Në shtëpi ke lindur? Po, në shtëpi kam lindur. Po, si... Deshti zoti. Nuk arriti të shkonte do të në spital? Jo, s'ka arritur, ja. Ti me njëherë hoppa? Hoppa, bëth shprapsh. Po kush e ndihmoi mamin që të... Ka qenë gruaja migjës tem, ata e thrasnon. Po. Pisi të vogjë që jam e thras non, ata se
Me duket si mami jeme, dyet ata mami e këta nanë se me kanë ndihmuar edhe mi gjatë gjithçka është për mua. Ajo ka asistuar mami gjatë lindjes, kur doli ti. Ti ke vëllezër dhe motra? Po, e kam një vëlla, edhe 2 motra e kam. Po, më të mëdhenj apo më të vogël se ti? Unë jam e dyta, motra është më e madhja, atëherë vllavi edhe një motër të vogël e kam. Po. Dhe kur ti ishe 2 muajshe, familja jote vendosi që të transferohej në Zvicër. Jo, ka qenë kështu, mami ishte në pushim kur kam lindur ne. Po? Unë e kam marrë pak si ma herë që shtohet. Motra eme këta vllavi këtë kanë lindë në Zvicër, vetëm unë kam qenë ajo qyqja që shtohet që kanë lindur në Maqedoni. Pra familja ishte në Zvicër. Po, familja ishte ka herë në Zvicër, po, e ka tepruar. Nuk e prisi që do lindjen ti, Po, këtë në Zvicër vetëm unë në Maqedoni. Po, kur ka ikur familja jote në Zvicër? Sa e mbaj men, babi ka qenë bukur i ri, ka shku, mamin e ka njoftuar më bas. Janë njohur atje? Jo, janë njohur në Kumanov. Po, në Kumanov, po, Po, e ka marrë më a mbrapa. babi u konë në Zvicër, e ka punuar sa i ka rritur ata të vetet, atëherë ka njoftuar mamin, edhe ka qenë jeta. Çfarë punë ka bërë babi në Zvicër? Fillim kur ka ardhur që shtohet këtu në shtallë, na i thojmë, atje ku ka stall, lopa, me ku lopë, ka. po. Po, ama ka arritur shumë se edhe ai thot kam hekur, ama që tash jam shumë krenare se kam babi më të mirë në botë. Ta kish me jetë, babi. Ka vojtur, ka sakrifikuar shumë në... Shumë, i kam prind. Të ka treguar për jetën e vet? Jo shumë, me tregu jem që folim, po edhe shumë nuk kam pyetur, se di se çka kanë bërë për ne. Ama çka bojnë për ne gjithmonë e kanë bërë me gjithë zemër dhe s'të harroj kur. Si mamën, si babin, unë jam një person kur i du me zemër. Edhe çka kena bërë çdo fëmijë gabon në jetë. Nuk ka asnjë fëmijë perfekt. As prindit nuk janë perfekt, unë vetë jam nanë. Ama është obligim të jesh për fëmijën tanë këtu, çdo gabim që bën. Ju keni qenë 4 fëmijë. Ti je e dyta. E ke një motër më të vogël, edhe një vëlla më të vogël, edhe një motër më të madhe. Po, tash. Po. Si ka qenë fëmijëria jote? Shumë mirë. E mbaj me nuk kanë fantazi. Pak gjëna që se përjetojnë fëmijët e mi. Ka telefona që janë. Normal janë, do sen edhe pozitive, ama atë fëmijë unë shka kam pas. Dorishim në jashtë, dhe në 10 bramje, si isha në Kumanov, si këto në Zvicër, lujshim bashkë, folshim ma shumë. Nuk ashtë se, tash do ishish këtë në për telefona dorin, ka humbër dyqysh vullneti, zdi. E dëshira për të ndojtur me njëri tjetër, për të komunikuar me njëri tjetër. Po, unë ata shumë e vlerësoj. Prindrit kanë qenë të rrept edhe të disiplinuar me ty, apo kanë qenë të linë të bëjë që të doje, të përgëdhejtin? Daj, thoj të vërtetë. E kuptova, po. I kam pas kufinin e dhone, do me thonë, babi s'ka pas qef të veshim të shkurta, miniqa që shë thonë jo. Ka thonë kur shkoj shtë buri ban shka dush. Edhe me të vërtet, jam vetë një person që nuk qelëm shumë, se tham kujdesu pak si femën që shdohet. Unë jam ashtu, ata tjerë ban shka dojnë. Kështu i kam pas reglat, ishtë më kanë 5 mbrëmje shpi, nuk kam goxov me dalë në për diskoteka, kësi sene. Kush ka qenë me rrept? Nana apo baba? Mami. Mami ka qenë me rrept. Babin gjithmonë e kam pas krajnë e djallë. Ka futur në ishpull mami apo jo? Qysh jo, ma. Ka raf, Po pëse ka raf? Ja bisha munin që shtohet na, ma ke pru munin të net. Po ti ki qenë me e urta në 4 fëmijë, apo ki qenë me harra 4? Jam kone gjallë. Po. Ja, gjallë jam kone. E tregova dhe fitores, në shpull kur se haroj babës tem. E di, babi se më donë, falë, që po tregoj tash. Ama kam qenë të hala. E mami ishte daja jem. Që shi prej në lopët këta. Lopë kanë prej. Unë i thash babi do dalë jashtë luj shumë qilës. Atë na thojmë me lujt me këta thmit e mu më shef. Po, ku kam shefti. Po, atëherë babi tha gabone, vjen tu kaj, ta kalzoj qefi. E mu më zuni që shumë zuni, unë e tu kaj të babem, do shë të përqafoj, e shkurt ka kris shpulla, zlaf! E qatë e ba nari ngrë, dikur duke t'i ka rapi shman të shku në shpe dorë për dore, pite hala me shku në shpe në tonë, dhe shkruhime mu të një duqan, supermarket, më tha,
Çfarë aerokreme po dan? Bleri tash të lëndush. Se ka pas shumë. Sa vjeç ishe? Isham duket 7-8 vjeç, po. 7 vjeç, ke qenë. E mbojme. Shpulla nuk harrohet kaq. Po, ti me motrën tënde e ndihmonit në çik mamin për të mbajtur edhe motrën e vogël, edhe vllajën e vogël, ishit më të si thua më të përfshirë në punët në përditësinë e familjes? Po me të vërtet, vllavi ka qenë, domethënë vllavi është 95-shën, unë 92-shën, ai pak më e rritur, kur ka lindër motra Nora, domethënë 2004-sh. Mami ka shku mas 3 muajve të filloj punën, unë e motra kena qenë, unë 11, ajo 12 vjeç, domethënë na i kena rritur motrën e vogël. Keni mbajtur në shtëpi, keni ushqyer, keni pjenë të kujdesur për... Babi normal se ka qenë aty, po edhe ai punoi këtë sa vikin në shtëpi. Mami ka punuar gjithmonë prej 6 mbrëmje deri në 12 natës, se ndrimi babi mami edhe na çështu me babi. Po mami çfarë puni ka pas bërë? Mami ka punuar në restorant. Po, edhe ajo punon aty, tash si team leader atë thotë. Po, shift leader. Si shef. Edhe babi ka punën e mirë, janë dy çështje. Janë në Zvicër edhe ata. Po. Jetoni afër, i ke pranë apo? S'keni me të kallëzu drejt, i kam 200 metra. Sa bukur. Amo ç'isha jeta e vështirë, punata, unë, ka njerëz për balkoni, isha dhe ja vaj kështu me dorë si thëmit, ama shumë rrallë mbjen me pa, dhe ka njerë e di vetë se kur po kam pushime, jo obligime, ane jo me thmit, ama kur t'isha zemra bat mal. Po motrat edhe vllajni që ata në Zvicër të gjitha po kanë vizë? Po, gjitha në Zvicër. Jeni afër edhe me ta të paktën, që është gjë e bukur. Vetëm motra që tash fund marsit më shkon pak më larg me banesë, apo ndryshe kam pas gjithë rreth. As 1 kilometër, 2 kilometra larg. Është gjë e bukur kjo. Është gjë e bukur sepse të jetosh së bashku me njerëzit e zemrës, e para punës ndjehesh mirë, po edhe të ndihmon që të përballosh çdo vështirësi të jetës, ta përballosh më mirë. Të kanë ditur pranë në momentet e vështira besojave. Po, shumë. Po, kur je martuar? O zot. Kur jam Sa vjeç je kur je martuar? Unë e burë kam njoftuar me 16 vjeçë. Kur je 16 vjeç? Jo, sa martuar, me 16 po e kam njoftuar. Po pra, e njohur, po. E më martuar, e na martuar 3 muaj para se të lind djali. Domethënë, djalin e kam lindën 2013, domethënë që atëherë kena martuar me Eli. Ke qenë 21 vjeç? Po. E re fare. Shumë. Sepse më shkoj jeta. Po, 21 vjeç që je martuar. Po i sa vjeç është? Burri, 39. Si jeni njohur me njëri tjetrin? Në shopping. Si ishte, po, daj, ma tërgoj çik tani. Isha me motrën edhe me çikën e hallës. Po. Motra ime ka pas një smuja, ajo kishte qef të bëj shopping, e unë jam kon përpara pak që thot ma demele. Po, demele. Po, s'kisha shumë qef të dal jashtë. Ma pruni të hunda, i thash, hajde të ikim në shtëpi të lutëm. Hina unë në lift. Ai ka qenë me vllajën e vete me djemt e mi, gjithë si një kafe, që lifti ish kështu, ai ish përballë meje. Veç më kanë mbyll dyert, unë e pesha, edhe më mshel dera mirë ballë, i tham motrës, çaj ke ma i mirë. E shkum na poshtë, i thash, hajde të po hipim edhe një net, hipim net, çat moment ai ish quar burri me këta djemt, më kapi si tut, edhe thash, hajde, se po ikim. E i marrëm këta shkallët me lift që janë në... Po. E për mas neve kanë edhe do qika, atë unë i thash, motrës, leja dhe qikës halës shkoj fati, se ki tash kësoj për mas i fol, edhe nuk e vrejta momentin. Shkum këtë jashtë, veç ku po thërë një zonë falë, unë që i foli kësaj tjetë, se mente mija. Ai mu kish më thonë të më folë, e që ati më tha, ban, po më pëlqena, ban, më ndru numret, e unë që atë shonë si thash, hajde Vildane, mos ta morë me busin dhe me shku të Banhofi, që shtojmë na edhe me shku me tren, po do shkojmë, i thash, hajde, na qonë dhe të Banhofi, me kera, i thash, bare mi shparitim që të parë. Ju shoqëroj me makina ju? Po, e shoqëroj, hinëm në trijet atje, a i keme djalin e halës vetë, më sani. A i e tha emnin që atë moment, por e nuk e fiksova, se na Maqedonia kina Shqipën katastrofë. Jo, do më thënë katastrofë kështu, po ndryshe Kosova, ndryshe Shqipëria. A ish nga Kosova? Po, a ish nga Kosova.
E unë e fare s'kam kuptu shkam ka thonë, unë veç po, te ja thonë, po, qish ja. Kur shkuaj, i ndrum numrat, pja baju një qikis hadhës teme dhe motës teme, që pat mo jemnin. Tha nuk e di, thash ish moj nuk e di, thash unë se di që ka emnin. Dhe më thonë kina shur gati 2 javë se kam di që ka emnin. Se komunikoje me të? Po, ama vike more, Videozor, po. Ata dikur je thash ishe ki ma emnin se se di. E me tha, e bëna horë. Edhe që atër u lidhët bashkë. Po, atër u lidhët. Keni ndajtur 5 vjet bashkë, pastaj jeni martuar, kur ishe 21 vjeç. Isha në Zanat në 2019, kina vendosur të dalim banes. Po. Veçi, dullim banes, darsëm s'kam bërë, s'kam desh darsëm të bëj. Jam nash i pak shtote trend, po thosha sa me arme më kesh gjikush i ma mirë që të pare i moj për vetë. Edhe e kina bësën e të tuna, e në banese. Kur ke filluar të punosh në Zvicër? Sa vjeç ishe? Do me thëmë me 15 vjet ja pa të fillu zanatës, ama para zanatës, do me thënë, shkojsha gjithmonë kur ish pushime shkollës, do me thënë, kisha qef të kam para, lek, të shkoni jo. E shkojsha ka 2 javë sa ish pushimi shkollës, e shkojsha punojsha që aty ku e kam bërë zanatin, ish afër. Dhe me thonë, motra ime bajke pushimin si zoj, unë shkojsha punojsha. E kisha qef të punoj, të fitoj parën. E tani ti atje ku punon tani, ke filluar të punosh që atëherë që kur ishe 15 vjeç, do të thënë. Po. Po, e ku punon aktualisht? Tash punoj të Pandora. Do me thonë jam ikë për supermarketit edhe të Pandora. Jam shumë e knaqë, më ka ndodhë shumë mirë që e kam ndru punën. E kina një ekip shumë të mirë. E kam thonë edhe shepit, do bashkë si s'ker difarijat në organizojsh këta dars, ma shka i bajnë këta. Qeshke, ajtë, ke ku mi mor parët. Je knaqur në të vend të pune me stafin që në aty me njerëzit që të rrethojnë? Të Pandora mendojnë? Po, tek Pandora. Po, shumë. Unë jam një typ, normal, nuk të qosh me si të dhe njësoj, mirë, por respekti a shumë me veçantë unë. Në sa veta jeni aty që punoni? 12 vjet, nuk jena shumë. E shefin e keni të mirë apo keni ndonjë? I mirë është. Ja shkatroj nervët shumë, thotë ka njerë po mirë. Jo nxjerr për darkë si çdo ne me stafin do. Një herë në vet aty jashtë në Zvicër, një herë në vet. Fund vitit. Nuk jena atje si këta. Kur keni qenë të vegjël, kush ka sakrifikuar më shumë në familjen tuaj? Nëna apo baba? Kush ku e qenë më ai që ishte më i përkushtuar për ju fëmijët? Mendoj mami pak më shumë, përsa dhe babi ka ba, ama normal nana gjithmonë o veshe jakni, no dhe kështu. Gjithmonë ka pas mami më shumë gajle, më shumë derte. Po. E ka jep më shumë. Normal edhe babi pa pyetje, ama në nanët jena mama. Vllajin keni të voglin fare? Po. Dhe për vllajin me siguri bëni të gjithë më bini përmbys për vllajin. Tash vllavi e ka gjetë nusë. Kur e ka gjetë nusë vllavi? Është martu vllavi apo jo? Jo, alas e martua, më ka hi në banesë. Do më thonë jetojnë tash bashk, është pak ma lërg, u shkodhaj 1 orë, ama shumë ishtë knaqësi. Sa vite ka vllavi që është feju, që është lidhur me këtë vajzën? Më duket asnjë vjet. Tani. Ama e para shqiptare që pi funksionon. Po. Se këta tjerët kanë qenë zvicerane këti, jo por diçka, edhe motra e vogle ka dashnorin, do me thonë që është zviceran. Po. Ama më ndryshe kur të ndish. E ka nga Maqedonia? Ajo është nga Kosova. Nga Kosova. Po. Po, edhe ndihet më mirë me ta. Po, normal. Po ti si ndjesh me të më kunatën tënde? Shumë mirë. Je ndonjë xhelose ti që ta mori vllajin? Ja. I kam thonë mamit kur e njoftu, mami mo zemra malës, i bleti dhurata krejt, edhe gjithmonë i kam thonë, këshirë njerë ata, se neve na ke këshirë bëm. Edhe vllavit i kam thonë, qosh me ta mirë, se na bime shkojmë. Do me thonë, na jem ati, po më rëndësi ti ke morë një qikë të huaj që shtuva. E mamit i kam thonë gjithmonë kujdesu tash për ta, se neve bëllë na ke këshirë. Mos më blej tash dhurata, edhe veç aso i tash blej. Edhe që shumë ndjenje mirë o kanë. Po motrat kanë fëmijë? Po, motra madhe i ka 3 fëmijë. Po, brava. Po, ajo i ka 2 djemë 1 qikë. Po. Edhe ajo është grua e fortë, shumë e dumë. Edhe ti bie përmbys pas nipërve mbesave?
Po. Unë i du fëmijë shumë, ama nuk jam si motra e madhe. Ajo, të rëzot fëmija o kuku, unë e këshyri që shto, u qu mirë bo. Do të mësot jeta që shash, unë nuk jam i du me zemër, ama nuk ashtë që ngaj, se du të ata vetë të vëprojnë e jetë. Fëmijët të kur i ke lindër? Djalin 2013, e vajza 2017. Po, Fjeti më tha që ka një histori të veçantë edhe bashkëshorti yt. Që ai është larguar nga Kosova në kohën e luftës. Po. Ma tregu pak si histori. Ai ka përjetuar luftën atje? E kam përjetuar luftën, po. Duket ishte 19 vjeç edhe ai, mos gabusha. Sa e mbaj me një histori shumë e di, ai ka thënë kiti kanë përjetuar, domethënë krizmet e luftës së Kretë, ki kunati ma i vogli, domethënë vllavi ma i vogël që ka qenë duke 2 muaj, ai ka lindër në Durrës, ai a Shqipëri. Ka lindur në Durrës? Po, ka lindur në Durrës. Se kishin ikur nga lufta? Po, nga lufta. Atëherë këta i thash edhe fitores, ata ani të vogla, jo ani po të vogla, po, janë konë gjitha vetë, sa e di, që shumë ka 3 bure. Ju ka hargju benzini, e kanë metër në deti, do me thënë s'kanë po kur gja. Ata unë nisën për të ardhur në Itali, nga Durrësi, me gomone, dhe u mbaru benzinën në det. Natën. Po, natën, kanë qenë shumë aty. Ai ka thonë, na kemi menduar se kena me dek, s'kanë pas shpresë. Do me thonë se uji deri në kampët i kanë pas, e dikur me fatë Zoti kishte desht, i ka pa një ani i pelergit edhe kam shtuar. Ka shtu një ani? Dhe ishte ani shqiptare po italiane? Nuk e di, janë besoj se italiane, mos ka bofsha. Paska vojtur e ju? E dina shka do me thonë me hek, ma thotë gjithmonë t'i rrit me aerokrem. I thash për shka kam unë e faj. Po pasaj nga Italia erdhi në Zvicër? Jo, këta kanë dash me orë në Itali, se do me thonë vjeri ish në Zvicër, edhe i ka morë pi luftë atëherë. Po, sa i ka punua në Zvicër. Po, i ishte në Zvicër ndërkohë dhe erdhën fëmijët e vetë. Po, qashtu. Dhe bashkëshortja, do thënë, edhe jo ka qenë në komune, vjera jote dhe ka qenë në komune dhe jo? Po, edhe jo. Dhe pastaj kaluan nga Italia në Zvicër, tek vjerri. Si një ditë të bukur të njoftë ty. Fejo fati, kur qanë, se përpara thasha kur s'martona në Kosovë, mos thuj kur, se thasha do rrit gjithmonë të nani e babi. Po, si ke qenë lindja e fëmijëve të to? I pari kush ka lindur? Lorike. Ke 2 fëmijë? Po. Lorike edhe Aurora. Aurora. Sa vjeç janë? Lorike mi ban që tash 13, qika mi ban do me thonë 9. 9. Si ke qenë lindja e tyre? Ka qenë e mirë, e pa pritur, do me thonë të Loriki 2 i kam pas me operacione. Loriki si une s'ka desh mu sill me kryt e poshtë. Me kanë gjartë mu. Kanë qenë e mirë, po atëherë filloj krejt me depresion e kësi sene. Që ka luar depresion pas i lindi? Shumë, po. Pas i lindi Loriku? E kam majtër 2 vjetë, do me thonë, brenda meje. Po përse, do thënë, qëfar ndjeje? S'poj me ta, që me ta thonë. E ndisha vetën, djalli ju ka një urt, po dyqysh për para janë konë edhe kotë ma ndryshe, me ndaj, të vishin mësafirët papritur, nuk ashtë si që tash, dush më gjithmonë me ju kalzua e në Shqipëri. I pësha vetit shtres, edhe ish buri, e ka bo 2 javë para lindjes, ka shku me lujtë futball dhe pat më falë. Po? E ka bo operacion këta që shtot, po. E isha pak si me veten me shtres. Atëherë me zuni 2 për një herë, më kapi depresioni. Depresioni ish pa pritur. A e ki thmin e urt, a e ki një që qanë, nuk po të pytë kem duket. Dhe qëfar ndjeje? Dhe qaj, ka isha dyqysh e mërzitur. Ata ndjenet normal, edhe më duket nuk jam vetëm une ajo nanë që ka këndjenje. Në femrat jem, që shtuat, e kishin pak, jo si mare, po e ndisha vetën Vildane mos u dërza. Nuk ashtë mirë mi kalëzu dikojna për shembull, se jam ka mujë, a më kupton. E mbajsha për veti. Mami e ka diktuar shpejt,
ajo gjithmonë thoi këti si e mirë, diçka ki. Unë e përshtypsha të poshtë, isha mirë jam. Dikur paton jam as një, isha ka të shkeq se edhe i kam ba vetit, të më thonë, ndojsha të des. Ka ndonë jam as një, kur ndodhe ajo para që provojsha të mbys veten, mami, babi më kanë morë, edhe shumë i falenderoj për këtë. Ke tentuar që të vrasësh veten, pasi lindi fëmia, sa ishte fëmia kur bëri këtë tentativë? Sa vjeç ishte? Loriki ishte gati 1 vjet e gjys, kur e kam provuar për herë parë. Që disa herë ke tentuar që të japësh fund jetës? Do me thonë 1 vjet e gjys e mbajsha për veti, atëherë pat që shtot hapin e parë që kam provuar të mbys veten. Atëherë mami e babi me kanë marrë, me kanë çuar në klinik, në spital Zvicës. E si tentove, çfarë bëre? Do i presha venet. Wow. Dosha të i prej venet. Po. Atëherë e kanë parë se s'jam mirë. Me kanë morë, do me thonë burri im ka morë masari, i ka thonë mene, se do ke ta marrë djalin të qëjtë në vetë, do me thonë të vjera. Me ka morë mu, i ka thonë mene këtë qikë edhe s'muj shka mi bëmë. Unë isha mbyllur në dhomën e motës teme, edhe qajsha. Do isha të ikën në shtëpi apet e të që budal, po do isha të mbys vetën apet. Mami, unë i thash, unë i do të thras policinë, atër ma bani mami, ani do të thrasin bashkë. Ma bëj këtë që do të thrasin bashkë, me pas se jam e emocionuar, me lanjer të qëtësona, atër ma bani tha, ku më gonë diçka. E thash, hajtë shka. Tha, po vjen me neve dikon. Piqiklen, hajde, shiko, kaloj, se të bëgë mirë. Ka qenë mami babi që më kanë morë për dorë, edhe me kanë qunë në klinikë, o s'keni që kam një vetit, sa e shliruar. Nuk ka roj kur, që banë mami babi gjithë shka për e vladit. Që shkit ata mërzi që i kisha përbi shpim, kry, këtë ta ma heqe për 1 minutë, këtë që shumë më shliru trupi, këtë të kishtë dika ndim. Edhe me qone, edhe i thanë doktorve të lutëm dimoni, atëherë, ja filloj për do me thonë këtë ajo senja më shnoshën e me vetën. Janë orë doktor, do me thonë kam qenë gati 4-6 muaj atje nelt. Në klinikë, shtruar në klinikë? Po, në klinikë, kam qenë atje nelt. U kanë gjenja ma e mirë, edhe sot foli shlirë, ka ndodhë që ajo sene ma e mira, që kam përjutu une, se na shqiptarë, se të mos që jem, jetoj ma shumë për tjerë, se sa për vetën, une që shu kam qenë, dhe sa e kuptova, Vilane, unë jam ma sporti, ajo më rëndësishme, e atëherë tjertë. Kesh do muja atje, do me thonë fillim si fillim, nuk isha drejt e dal vetë, isha si e mbyllur. Ama ajo është, edhe përpara kam gjikuar shumë, pa e njoftën njerin, gjikojmë për masteshave, gjikojmë që shoveshur, a o lyra, diçka, dhe unë që jam kona, më kur qenë atje nelt, ka pas avokatat, ka pas mësusat, ka pas dili çfarë njeri, atër janë njëse unë të mendoj, na njerës nuk jem normal, se parja kur gjës të banë. Do me thonë edhe që ka ma e vogël që kam pas në dhomë, u kanë 13 vjeç, ajo ka orë pizzeri, do me thonë 1 orë gjysë lërkë, edhe ajo e ka pas qatë në qendje, u kanë me mund dhomë, e tu full me ta, dhe unë e kam dash me mytë vetën. Atëherë unë e qaj dyjet. Atëherë, dikur janë njësa kur u stabilizova pak me lishin të shkoj, por shemë shtunën sabat në shpi, e do vija për dillën e mbramje, do më thonë një ditë.
E ka qenë krejt mirë, e unë dyqysh e kisha ndjenjën nel kur erdha, nuk dojsha të jetoj me medikamente, më kupton? Unë ata që ishin aty ishin që 15 vite, që 20 vite kish njerëz, 5 vite që e kishin kaq me depresiona, me gjithçka tu luftu me veten, thosha unë s'du ta njëjtën të pi hapa. E ndodhi çka ndodhi, atëherë dikur mas do mujesh me lanë të shkoj në shtëpi, më dhanë do hapa me veti, doktor ta përjetojnë që shashtë që rinë në shtëpi. E unë përpara jam kanë me mprejk veç pak u zisha si zjarë. Me vikës dyqysh si këtë po unë e fajt, do më thonë këtë fajtori ishin veç unë jo, më kupton. Dhe kishe përplasje me njerëzit Po, përplasje edhe me burrin e krejt, nuk e kuptojsha fare. Grindeshe pa arsye. Pa arsye, qashtu. Kur shkohën në shtëpi qashtu edhe përplasa me burrin, mas do ditëve, ai pa mba kur gja normal, po unë që shtu e ndiva veten. Atëherë unë i kanë e dhomë edhe do i piva ata hapa ke shkaj pata. Sa kishe dal nga klinika? Do ditë. Po, disa ditë kishe dal. dal. Po, ama unë hapët i kisha me veti. Po. E unë do i pija ata hapa krejt. Por njëherë i piva hapët. I piva ata hapa, ata burri me pa. Unë të dregova nanën babën se kam pas larg. Po atë qenshin të djalimi gjystem, një 10 kilometra mësafir ma lërë. Ish djali në shpe, normal unë e buri djali. Unë i thash, o vllaznim, i thash, lutëm thërë me ambulancë se s'jam mirë. Që tash mendoj, nuk jam për të keq se a i tha, nëse do të mbysh veten myte. A i mor djalin edhe heki, ka une. Atëherë unë shkosh apën kuzhinë, dosha të marr thikën, dosha të mes veten, atëherë edhe ai pak të ma hek thikën u lëndu. U lëndu edhe ai, dhe thonë duke të hequr thikën ty. Pak u prej. Po. Unë isha në tokë, i thash, o vllazim të thërë me ambullantë, se s'jam mirë të lutna. E disha veti se do des. Që ndjene se kam një kur njëtën teme. Me sa hapa pive, sa kokra pive? Unë i mesha 5 hapa në ditë, Po? dhe me thonë për 7 ditë. Në 35 hapa, i pive të gjitha? 20-25 garant janë kanë, gjithat e kanë pi. Edhe një hapu kanë shumë e fort, thirët e natë të meshta, ajo është, ajo më ka shkatrua krejt. Erdë bëmi babi, unë të lutë burin Allah, o thirë me ambulantën, se s'jam mirë. Erdë mami babi me kapën, e maj men. Shka e maj men e maj, babi ka gra shumë shpejt kjerit. Mami, isha të mami që shqoa dhe unë e vetën veç në zemra, i thosha Zotit Zot pështam. Ish mami me doktor telefon, do me thot spitalit, ata e dishin historin teme, edhe i theko Hamdi dhe qika. E unë veç kam bë baba një halal, nëse tesë. Edhe kështë me një djallin. Atëherë erdha në spital. Ishin kanë doktor këtë jashtë të prit. E maj veç menë më kanë kapë. E kam pa mamën te me të ranë në tokë. Atëherë mos di kur gjë. Jam kanë si 5 ditë. Kynçlikës koma i thonë të na me Po, në të zilgjon, koma? Po. Sa kënë ditë në koma? 5 ditë. 5 ditë në koma. Kynçlikë koma, i të nësi me të në gjumës me ditë kur zha. Po. Kur jam qurë, kur se haroj, më ka baba bi më i budallit. Ta me budallit, ta babit. E qaj momenti, kur i kanë qelë sytë, s'kjerdi, u kanë, më duket si me ma pa Zotit që shto. Qatë momente kam kuptu, më ka thonë griju në kam edhe qu. Qatë momentu në kam thonë asë një hapë më nuk e pi, do me thonë, apet me kanë qu në klinikë, spitale ata me polici, se maj asë men që kam thirë polici në spital, kishe kam thirë policini, kam thonë hecni menëm se kam shelin në spitali. E policia që janë zvitë sërvin, këshin shka ka ndohë,
Ti u tha aty që më kanë lidh në spital. Unë nuk e mbaj mend që i kam thirr policien. Se mbaj mend. Domethënë kaq që jam kon vetvetje. Të ne erdhën policia me çuna në klinikë. Atje e kam thonë vetë të Vildanit tash ti kemi luftu. Domethënë këtë hapë që kam i jepshin, i mshefsha ose i çiçapet. Po. I kam qitur në klinikë, u ktheva përsëri te klinika ku isha. I kam qitur ata të kontrollojnë ai ekipi hapin. E që ai shisha gishe, thosha jo Vildani lufton. Për atë unë kam filluar vetëm me këshill. Po, sa ke qëndruar në klinikë kësaj radhe? Masi ndodhi kjo, po. Më duket 1 muaj e gjys 2. Dhe nuk i pive më hapat, nuk i pive më barnat. I kam pritet të shefë dhe i kam qitur. Po. Edhe arriti me forcën tënde që të dilje nga kjo situatë. Po. 1 muaj e gjys, e pastaj u ktheve në shtëpi? Po. Si vajti në shtëpi pastaj? Normal, fillim më kam pak vështirë edhe për mu, por në gjithmonë kam menduar i e kthy si prapa, mendon që të them? Unë e kam përjetuar ata si gëzim, edhe si faqe apet jam aty ku jam. E qaj momenti që nuk e kam ditë apshtoj, i kam thonë vetë çka ndodh, çka të bjerë Zoti, buzëqeshë nuk e hupi më. Që të bjerë Zoti, buzëqeshë nuk e hupi më. Që unë rënqeta. O, Zoti. Rënqeta ka kjo historie jote për Zoti. Që të bjerë Zoti, buzëqeshë nuk e hupi më. Po dhe buzëqeshja shumë e bukur. Buzëqeshja është jeta. Shumë. Unë ke shoqja që ta dy Tiranë, o na këshushin be njerës na për Tiranë, dhe ke po shujmë se po na morim syshi, tash po shka ka deti, tash kesh, veç të kesh, u kena atë na ka qu që ta ditë të kesh, edhe me këta punëtor të keti që në gjatë, që darë, o kur se harën. O s'kjerdi. Po vajza? Vajza. Kur lindi, pate probleme? Po ta, ama i kam pasur doktor afër vetit, para lindjes. Se ata mu më kanë thonë, kur u kam problemi depresionit parë, ti mos ban fëmijë me mgu neve, se do të rikthehet apet. Unë e thoshe, unë e djalin kur se la vet. Një fëmija vet, kur lihet fëmija vet. Nesër mas nesër, mos më kanë, shka banaj? Kush e përshat? Kush e ndihmon, po. Atër më kanë ndihmuar mjek, dhe kam pas, ama jo me thonë, me kanë kujdes, shkojsha në terapi një herë në javë, në edhe shtatzani. Edhe mas shtatzanisë, më thënë, kur ka linda Aurora, jam kanë në klinikë gjithmonë me doktor. Me psikolog, me mjekët, po. Dhe të kanë ndihmuar edhe shumë. Shumë, po. Nuk pati më pasi lindja Aurora? Jo, se e para, jo. Nuk e për tentativa më dhe në që të... Jo, po shka u prejva. Jo, shala. Për zëtja. Po mirë, po me Ketin, si edhe në kontakt me... me Ketin e kam po... Para se të më thoshtë, sa vite kanë kaluar tani nga i momenti depresionit të keq që ti dole totalisht? Sa kanë kaluar? Do me thonë, fundi herë, 2015 kam qenë, ja ka filluar kjo, jam konë në klinikë, e 2019 nuk konë ajo e fundja. E fundit. Po, atëherë më kur gjë. U bën 7 vjetë tashmë që... Sen. Vetëm buzëqeshje. Po, vetëm buzëqeshje. Ke një buzëqeshje shumë të bukur. Po, faleminderit. Është kënaqësi të të kemi këtu, të të kemi ne këtu si klinik, të njohim të. Është vërtet wow. Më thuaj tani si na ke njohur neve. Ju kam njohur me një influencë Gjermanisë, Fjolla më duket të patemnit. Ajo ka bë hundën. Po. Vjosa. Po, Vjosa më falë. Kute ma jep një letër edhe mu se... Të lutem. Vjosa, po. Unë e gjithë kam pas hundën fix të ta baj. Hundën babë më ka lënë ti amanet. Jo amanet, po më ka lënë baba, se dhe baba ka bë hundën amo në Zvicër. Unë e kam pas hundën si baba jam. Idi tik një saj. E gjithë më kërë e këshysha këtë pjesën që e kam pasën dhe paqyre thash, o zot. E kur e pava Fjosën, me dha dishë emocion, se e pash i ke me burë në durës, thash që shkjo e operume, thasha dhe s'ka dhim. Më duket as një muaj e gjysë nuk o shku, e kam shku Juve, edhe edhe në Tiranë.
Asnjë muaj e gjys. Po, edhe erdhi direkt e vendosë burrë të Po. Erdhe vetëm apo të Jo, shkruaj? më e verit. Domethënë erdhi vjerë dhe vjeri. Erdhëm, domethënë shkuan në Kosovë, erdhëm me bus këtu, Po. në Tiranë. Fletëm një natë, mëngjes e bona ndërhyrjen e hundës. Atëherë vjeri që shash, ai deshi të shkojë ka Kosova në shtëpi vet. Domethënë unë kisha qef të rri, se unë në Tiranë kur s'kam qenë më herët. Ishte herë e parë që vjen në Tiranë Po, për operacion. e Po. çajo e keqe është se bunë gjithë burrit i kam thonë, e kam pos fiksim me orë në Tiranë. Domethënë se s'disa vite e kam lut burin të çojsh në Tiranë, të hajde shkoj në Tiranë. Ja. Erdha në Tiranë, shkap u shlova, vjeri vetëm futi në autobus, ec Kosovë. Tash u shkoj Tiranës, pa shkur gjo, shka shep për një 2-3 kur gjo. Po. Atëherë mirë balë, shkova në Kosovë, e kam përjetuar shumë mirë hundën, asnjë farë dhimbje se kam pas, domethënë vetëm koka shkam dhimbje ke puna. Por ndryshe asnjë dhimbje. Jam qenë në Kosovë, e kam çmontu këtë kuzhinën e vjerës, i kam pastruar krejt. Sa ditë nga operacioni? Mas 2 ditëve. Pas 2 ditësh vate tek Po, kuzhina e vjerës. 2 ditët e kam pastruar atë kuzhinën full. Po. Krejt, me E frigider, operuar, me po krejt. Ismanike, thoshe, veç ta kaloj qëtë faza, den sa më motivuar të ri. E që shtu hunda me doli shumë mirë, jam shumë e knaqur. So çfarë ndodhi kur pe hundën e re pas operacionit? Si u ndjeve? Sa kishte kaluar nga 2019 që ti dole nga i tuneli i errët i depresionit? Qa viti e bërë hundën? 2023. 2023. Domethënë mas 4 vite. Pas 4 vitesh. Çfarë ndjeve kur pe Vildan e re, kur pe fytyrën e re, kur pe hundën e re? Për këtë jetë histori, muj me të kallëzot se para se me orë të keti, pa ta humbër unë 15 kile, Po? 20, gati, dhe në verës 20 kile pa ta humbë qatë vite. I kisha humbur vet, po mbaj. Po i kam dje, humbur po, vet, i kam po, humbur okay. vet. Atëherë erdha e ndryshuva hunën, normal huna fillim të qenë e ajnur, Po. si çdo ndërhyrje. Atëherë kur ka dale, o e këshisha vetën, thasha kështu çfarë bukurosh. Me pëlqej ke vetja, ke ndryshe fytyra më zdrit, ke nisha vetën e lumtur. Dilsha kafe me mëngjes, se unë gjithmonë ka punuar çfarë mas ditë punojsha në supermarket, se puna fëmijëve. Hes bespritojsha edhe rrisha pa gjumë, u shminkohesha, dilsha pishe kafe, atëherë fillon në punë mas ditë taka. Më kisha qef të prezentoj veten. Isha më e gjallur. Shumë më e gjallur. Na pra fitove vetë besim Po, në fakti shumë. i operacioni. Shumë kam përri. Po pastaj ç'a ndodhi pas i bëre operacioni hundës? Ti u ktheve përsëri të bësh operacione tjera këtu. Normal. Atëherë kisha, jo, normal edhe të hundas kam pas tut, që thotë jo. Po, frikë. Po, frikë. Respekt kam pas, ama tut jo. Domethënë, unë e burit i thasha bishe hade, çka ndodh. E shka u konë ma e keqe, se nëse kam kuptuar gjuhën, si që tash që kuptoj pak. Edhe me të vërtet nuk e kam kuptuar s'kjer, di vetëm kam thonë Zot Bismillah, me mente mia kam nënshkru, ndodh çka ndodh Zoti ndorë, thash. Po burrit e kam mbështetur në këtë zgjedhjen tënde që të bësh operacione hundës edhe operacionet e tjera më radhë. Po. Të kam mbështetur shumë, do thonë nuk të ka dalë kundër të thotë jo mos është nevoja. Jo. Ai ka po vetën se isha ma e gjallë, ma fluturojsha. Që shtohet shkurt të shqip. Më bëhet shumë qefi që edhe ne kemi dhënë një kontribut të vogël që ti ajo buzëqeshja jote të bëhet akoma më e bukur, akoma më e ëmbël në fytyrën tënde, sepse ndryshimet kirurgjikale nuk janë thjesht estetike po flas, nuk janë thjesht një përmirësim i një diçkaje që ke, por njerëzit sot i përjetojnë edhe shpirtërisht, shpesh i përjetojnë keq ato, një thonë se defekte të vogla. Po. Dhe kemi patur shumë raste të pacientëve të cilat na kanë falendëruar jo vetëm për rezultatin e vetvete, por për atë jetën që u ka ndryshuar. Sepse jeta nuk është thjesht një rezultat i një operacioni. Apo se bëre make-upin, apo se fryve qik buzët, apo se bleve një fustan të ri, edhe unë ndjeve mirë në ato momente. Jeta është shumë komplekse. Dhe të gjitha këto kënaqësitë apo dhimbjet e vogla
që na ndodhin neve çdo ditë influencojnë në formimin e këtij karakterit ton, dhe ky karakter bën që ne të përballojmë edhe jetën e përditshme dhe atë që do të na vinë të ardhmen. Pra kur ti bën një diçka, merr një vendim të rëndësishëm, siç është ndryshimi kirurgjikale, nuk është thjesht një tek, apo një kapriço që ti si njeri ja plotson vetes. Është një vendim i rëndësishëm i cili të ndryshon edhe në vetvete mënyrë se si shikon edhe mendon jetën. Më fol për operacionin e dytë, atëherë e dytë ishte gjoksi. Po, ish gjoksi dhe barku. I bërë të dyja bashkë. Jo, desha t'i vaj, po si së me tha shkurt të shqip vendos njanin, dyat nuk t'i vaj se je re. Më prishi qefin, po atëherë thash hajde Vildone se vitin tjetër apet. Sepse shiko, këto janë operacione që mund edhe të ta shpjegoj, që mund të bëhen edhe bashkë. Po. Por kur janë komplekse që zgjasin shumë, atëherë rrezikohet shëndeti dhe jeta e pacientit, nga ana anesteziologjike në radhë të parë, edhe nga ana kirurgjikale në radhë të dytë. Ndaj, në Turqi ka ndodhur shumë pacientë që kanë humbur jetën, shumë, vetëm anglezë janë mbi 30 pacientë. Nëna, që kanë bërë mom makeover, e kanë humbur jetën. Pikërisht pse kirurgët dhe anestezistët kanë vendosur që të bëjnë disa operacione bashkë, por do të thotë që këto zgjasin 9 orë, 10 orë, 11 orë si operacion, nëse do të bëhen ashtu siç duhet. Mom makeover, pra të bësh gjoksin, të bësh barkun, të bësh edhe thithje dhjamit apo të vendosësh edhe në vithet, pra të ndryshosh totalisht trupin e femrës. Teknikisht bëhen, por praktikisht ka njerëz të cilët nuk e përballojnë dot. Dhe atëherë doktor Sisto ka thënë mirë që jo, të bëjmë një gjoksin, pastaj të bëjmë pjesën tjetër, sepse këtu jemi. Ma tregoj çik për gjoksin atëherë. Dai, si vajti? Vendosa në normal gjoksin, se kishim dashur në atë vitin 2024, thosha ta kem fustanin barë mirë që më rrenë. Që mendimi femnës. Që shkoj me hundën. Po. E bëra gjoksin, u pajtova me ata me Sisën, dhe sot i falenderoj që më ka thonë ashtu, se ish për mu alo ma letë kur u qova në kamp të mija, mas operacionit, dhe me thonë 2 ditë e gjys neta në klinik. Erdhi shoqa pa pritur, shoqa ma e ngushtë për Zvicë. Unë normal disha të rri edhe 3 ditë, me zunit të ha byrekin. Ajo e ngrata kish prit 2 orë, nelt, recepcion, të me ndu se infermiera i ka thënë ajo recepcionit, është e zantë, ajo të i këshy shtatus të mi Instagramun e të hangër byrek, të hangër asë, të i këshka ka ba, në unë e dhe se kisha. Dikur i kishtë thonë, po ku a Vildonja? E kur me ka hinë dhome pruni i vonë, o zot qa kam kati gëzimit. Atër i thash, unë e do të qone, thash do iki sot për spitalit spuri. E qatë natë, s'ke dhja besan, do me thonë mas 2 ditë, gjoksi nuk ashtë e letë. Amo unë apët kam thonë, që kam Vildone. Kina hecur, kina shku den të sheshi, kina hangër pizza. O, jam knaq. Ti bëre lifting, ngritit të gjoksit me proteza? Jo. Po, do të s'kishe nevojë. Po, okej, më mirë kështu. Dhe vajte në dasën pastaj? Jam knaq. Dekolte? Il fare. Mu sa ma vetëm sesh. Sa ko pas operacionit vajte në dasën? Operacione kena pas fillim, jo, opa, që tash, operacionin e gjoksin e kam pas ditëlindje të burit. Po, unë isha këtu, aj atje. Po, aj bërë ditëlindje atje kurse të këve Po, unë këtu, me dhuratën të jashtë përzu. Në thënë ti bëjt të dhurat ati të bënejtë. Po, atë do me thonë në kurik, darsme. Do me thonë shumë mirë. Pra, sa muaj pas operacionit vajte në dasën? 5 muaj. 5 muaj pas operacionit, ishe gati, ishe shëror totalisht. Okej, gjë bukur. Si që duhet. Po, pastaj, çfarë operacion tjetër bëre? Se kështu është histori që vjen duke ngrënë. Pastaj e ka ditë buri se do shkoj ta baj edhe barkun. Po. Se unë i thash, vllaznim u prish plani, Sisto ka thënë vetëm një dies edhe vitin tjetër. E ka ditur ai, për fillim. Aty e vendosa pak si shkurt se do vi më herët se kisha planifikuar. Atë jam marrë vet. Do me thonë se kam më kërkan me vetin edhe si përpara, do me thonë edhe gjuksi jam kanë vet.
Barki me thonë drejt, as një dhimbë, as të gjuksit s'kam pas Ti dhimbë. bëri liposucion, thithje dhjami apo abdominoplastik total? Abdominoplastik kam bë, edhe fifje pak. Po sa ditë kanë kaluar nga operacioni? Sa ka kaluar nga operacioni barkut? Që u ngreva në kam, Tani kur u operova? para një vite, Para një viti, Po. do të thënë barkut. Po sa kaloi do të thënë që u ngritën në këmbë që shumë shpejt. Të më duket barki ma i lehtë pak u kanë, të gjoksi më ka dhimbë vetëm drenazhat. Se gjoksi okay. vetë s'm ka dhimbë të kur. po. Vetëm Jo, kjo drenazh ma ka ngur shpirtin. Po. Hoj drenazhi pastaj kaloi dhimbje. Barkin se kam një asnjë farë. Asnjë farë. Ke pasur- Dytë edhe atje kam Ke hecur. pasur drenazh edhe në Po. përbërë barkun, po. Po, aty po të shat dita më s'kam pas dhimbë. Do të thonë me barkun kam hec alo ma shumë se sa me gjoksin. Për cilin nga këta të tre operacionet je më e lumtur që ke bërë? Hunda. Për hundën. Ajo të ka ndryshuar Ajo ma totalisht. ka ndru ftyrën krej. Po sepse në hundën e shikohet çdo ditë. Çdo ditë në paçyrë. Hunda ma ka ndryshuar këtë ftyrën. Pa. Totalisht. Edhe ma ka dhënë veten që thua ti vetbesim më shumë. Po fëmijët çfarë kanë thënë për operacione? Apo se dini fare? Djali ka thonë kur e kanë dëgjuar se du të bëj barkën, po mam, tha ti që shu je mirë që shje, edhe qika më bëket s'ki nevojë të bësh operacione. Tash po ka nevojë, mami ka. Tash do iki. E burri tani do që shikon edhe rezultatin e të gjoksit të barkut është i kënaqur në zgjedhje që ke bërë. Normal se po. Nuk do flasim më shumë, ama normal se po. Më bëhet qefi edhe ja vërtet i lumtur që ti je një nga ato pacientët e rrallë, vërtet e rrallë që ke bërë disa operacione bashkë dhe tek të gjitha ke gjetur një rritje të vetbesimit. Sepse ka raste, dhe nuk janë të rralla, ku pacientët kanë një pritshmëri tjetër. Pra, shpresojnë të kenë ndonjë diçka, një rezultat tjetër në mendjen e tyre dhe nganjëherë ngelen edhe të zhgënjur sepse nuk u arrit ajo që ata mendonin me veten e tyre. Dhe kjo gjë bën që të mos jenë të kënaqur në fund të fundit. Detyra jon dhe obligimi ynë është që siç të shohim ty duke buzëqeshur dhe lumtur, ne duhet të shohim të gjithë pacientët tanë. Iris përpiqemi të bëjmë edhe të shkojmë edhe përteja asaj që është e mundur konkretisht të realizohet, sepse kirurgjia dhe mjekësia kanë limitet e veta, kanë kufizimet e veta. Ne përpiqemi që të bëjmë maksimumin që ata të jenë super të kënaqur, sepse një pacient i kënaqur është një Lumturia jote. Është vërtet lumturia jonë, është një rrezë drite që na vjen edhe neve. Mua më qellon për një pacient të cilët as i kam parë ndonjëherë ose i kam harruar, të cilët më takojnë në rrugë, më thonë, doktor, thonë, kam operuar tek ti, thonë, jam shumë i kënaqur. Më bëhet qefi dhe jam i lumtur. Po për Tiranën, ke në plan të blesh në një shtëpi këtu apo Inshallah fitoj lot të marrë zot. Se Tiranën e kam zemër. të pëlqen, a? Shumë. Të pëlqen më shumë se sa Zvicra. Normal. Unë po shoh që ti ke ca tatuazhe, ka ndonjë Po, këtu e kam djalin, po? këtu e kam Aurorën, do të thonë në çështje qafi. Po. Këtu e kam Aurorën Lorik me shkojnë fillore. E këta e kam bërë për veti, hop, do të thonë shpresë. Po. E kam bërë për veti këtë. E E kjo është më e bukur që më. E shpresë të. E kam edhe mamin e babin këtu, po s'u do e shihni. Po. Mami ka thonë, oj, Vildani kemi shku në Gjenem. E babi kurse ka thonë, so sweet. Unë i thash, ajtë se kështu kena mu djej krejt. Vildan, Por no, gëzuar edhe një herë tjetër. gëzuar. A haruva. Dhe do të ndalim te kjo fjala hope që the shpresa, që tek ti ka një signifikat, ka një sens akoma më të thellë se sa kushdo tjetër prej nesh. Ajo që ka kaluar ti të ka bërë më të fortë, dhe do të citoj Nietzsche këtu, që ka thënë nëse nuk të vret,
të fortifikon, të forcon. Dhe ti ke dalë shumë më e fortë, më rëqita përsëri. O zot, o s'ke di. Ti ke dalë shumë më e fortë për ati asaj errësire, ati tunelit e zi ku ke qenë. Dhe kjo buzëqeshje jote, kjo rrezatimi yt që ke ti, si që qesh ti tani. Si që qesh tani tregon. O, ndurton. Tregon se sa shpreh, se sa hope të ka dhënë Zoti, ka dhënë jeta në vetvete. Me këtë fjalën shpresë, unë dëshiroj që ta mbyll tani, e t'i shtrëngoj dorën edhe një herë Vildanës, e ta falenderoj edhe një herë që na erdhi tek ky podcast i ynë. Është puntata më e bukur që kam bërë deri më sot. Dhe do dali shumë e bukur kur ta shohësh në Faleminderit. A do të më thon diçka? Patjetër. Unë duhet të them çdo femnë, çdo nane, çdo guc, që janë botë, këti kena hallat të tona, ama më sporti vjen vetja. Nuk do më thonë se është e keqe të duash vetën mas pari, se dikon tjetër. Çdo nana jep jetën për fëmijë. Ata që e kanë jetë të vinë në ndërhyrje dhe të kam shkuar t'i zi sa herë s'kerdi me shkuar shumë në Instagram, a ke pas dhimbta diçka. Unë alo e kam atë mendim, dhe me thonë, kur dishte Keti, për me arritur atë që shteti ma herët, ata që e përmendon edhe ti në kry që shki qef të bëhet, do shte vish pozitive. Unë e gjithë ndërhyrje që i kam pas, e marrë gjithmonë pozitive. Do me thonë se del rezultati ndryshe, mundet të ndel gjithë kanë, do me thonë vetë të Keti ka ndollë. Se në gjatë dhe shumë që më kanë shkujtër, po mu së më ka dalë kështu. Atëri tash po, a ke qenë pozitive, në është i pak arrogante, është për meje, ama unë e thamë, këtu ka shumë edhe koka e njerit, që ishtë del edhe rezultati, se na jem këtë njerës. Këta ndërhyrje e gabone, na nënshkrujnë për atë ndërhyrje. Do me thonë ti kur ta bash ndërhyrjen ti nënshkrujnë. Ti as dikun në botë tjetër nuk e ki, si garanti, mund të ndodhë edhe në Zvicër, në Gjermani, edhe unë kam pas ndërhyrje në Zvicër, edhe aty kam nënshkruar, mund edhe të ndodhë që des, aty Zotit i dihet. Jo, tek neve nuk ndodh. Jo, ama po du me thonë rezultati, nuk mund të thosh ti klinika i ka fajt, se unë apet jam ajo që tham, nuk mund të shtëbash një ndërhyrje tu e pas, ku që shumë del, por i pozitive, gjithmonë e ju thamë ata që më shkrujnë, rini pozitive, vetës besim jepni, atëherë, Atëherë me që e hape përsëri këtë bisedën, e paciente që të pyesin, do të tregoj historinë një pacientes tonë, të cilën e njoh sepse ka bërë hundën fillimisht tek neve, kam qenë edhe kur ka bërë mikimet e kontrollet, ka bërë trajtime estetike dhe e njoh personalisht. Dhe erdhi që të bëj gjoksin, pasi bëri ndryshim kirurgjikal, unë vajta vetë në sallë të operacionit, sepse e dija se sa meraklie është. Me kirurgun ke vendosur ndryshimin kirurgjikal që do t'i bëjmë teknikën, pozicionimin e protezave, madhësinë e protezave, formën e të gjitha. Bëm edhe prova në sallë të operacionit me ato protezat e provës që kemi ne. Ja vendosëm, pajti shumë bukur. As 2 javë nga operacioni, më shkruan, jo po s'më pëlqen rezultati, jo po kam gjoksin shumë lartë, edhe më dërgon video të një vajze influencer, 20 vjeqe, 22 vjeqe, me aty gjoksin e saj të 22 vjeqari. Kjo me të është 20 e ca vjeqe. E unë duke bërë shaka tani, thash, shikoj, thashun, ktheu njërës tja joj, thashun. Pritë edhe një 6 muaj të tjerë, thashun, 8 muaj, thashun, një vit sa të shërohesh totalisht, e pastaj hajde mua në ko për gjoksin. Rrije qetë, sepse ato protezat që janë qik lartë, do të zbresin, është normale, zbresin qik më poshtë. Ndaj, ajo nuk i ka përjetuar si që i ke përjetuar ti. Ndërse ka hyrë me merak, me frikë, ndërse ti ke hyrë me pozitivitet në sallë të operacionit. Edhe nga kjo nuk jemi të gjithë njësoj. Por ne jemi këtu gjithmonë në dispozicion, është detyra jonë si mjekë dhe si njerëz që ti njohim njerëzit. Duhet të njohim në radhë e parë njeriun, jo pacientin, njeriun. Dhe ti shërbejmë ati njeriu në mënyrë perfekte, që edhe kur është ka ato frikat edhe prekupimet e veta, se heqim.
Vildan, edhe një herë shumë faleminderit. Faleminderit. Po mbyllim këtu me këtë fjalën hope, shpresën e Vildanës këtu që na jep edhe neve të tjerëve për të bërë gjërat më të bukura në këtë profesionin tonë. Ciao. Këta e kam. Ma ke premtuar shumë faleminderit. I pëlqeu shumë. Kjo stigo e thonë, pëlqen ta marrë ato të Më vjen marrë të pyet. Do me thonë një boca e vetë, një që kam këtë star. E vetë, e se vërtet po. Faleminderit. Shkaqësi. Mirupafshim. Gjithë të jetë, edhe t'i kish një jetë nga fëmijët e tua, të familjes të ndryshme, vësnimin burit tëtë, Eurikun e Aurorën e të gjithë. Shumë faleminderit. Inshallah gjithmonë me të mirat, ju gjitha të mirat, si që si stafin, e kemë rekolli stafin, ma të mirë në botë, ama dhe ata kanë shefin ma të mirë. Falem ty është tjeti. është shumash. Edhe me mendoj. Ikë. Ikë, nga dhe në mirë. Të vjetë edhe rrugë të mbarë në Faleminderit shumë. Mirupafshim.